Ndërsa aplikimet për në universitete vjojnë, rektori i Universitetit e Qerem Çabeja Jaucana u bën thirrje të rinjve të zgjedhin edhe degët e mësuesisë, ku ky universitet ka një histori 55 vjeçare në përgatitjen e mësuesve. Çana ka vënë theksin tek vlerësimi që ka marrë ky profesion, ku paga mesatare ka arritur në 900 euro. U bëj thirrje maturantëve që të përzgjedhin sidomos degët e mësuesisë. Deri tashmë ishte krijuar një ngërç i tillë ku mendoi se puna e mësuesit ishte një punë e rëndomtë. Tashmë puna e mësuesit është bërë një nga punët më të mira dhe më të mirë paguara. Mos harroni që paga mesatare e këtyre e sistemit parauniversitar ka kaluar mbi 900 euro në muaj. Plus që është një punë e cila të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Është një punë e cila merret me edukimin e brezit të ri. Për mikrofonin e RTS, rektori Çana është shprehur edhe mbi arsyet pse duhet të shihen me prioritet degët e mësuesisë. Të vinë të regjistrohen në këto degë, sepse u japin hapësira shumë të mëdha në jetë. Degët e mësuesisë, pavarësisht se krijohet ideja sikur ka një ngopje me kuadro në fushën e sistemit parauniversitar, në të vërtetë gjendja nuk është kjo. Sistemi parauniversitar ka nevojë për kuadro të mirë, për kuadro të zotë, sepse janë pikërisht ata që kanë në dorë të ardhmen e këtij vendi, kanë në dorë të përgatitjen e kuadrit të ardhshëm. Prandaj nuk është më, mendoj unë, ai ngërç që puna e mësuesit është një punë e shikuar si një punë e rëndomë. Përkundrazi, puna e mësuesit në shumë raste është shumë herë më e mirë paguar se sa nivelet të tjera të punës në administratën shtetërore. Mjafton të themi këtu që paga mesatare e punojësve fjalavjen të bashkive apo të pjesës tjetër të administratës shtetërore është shumë herë më e ulët se sa mësuesve në sistemi parauniversitar. Nuk kemi asnjë lloj pengese për këta maturant të afrohen te degët e mësuesisë. Po kështu, duhet të thënë që mësuesit, puni mësuesit, tashëm po kalon në programet tona të studimit, janë programe të revolucionarizuara, janë programe të cilat japin një hapësirë të jashtëzakonshme për të mos u marrë thjesht vetëm për me punën e mësuesit, por ata janë të përgatitur për të shërbyer dhe në nivele të ndryshme dhe të caktuara të administratës shtetërore, gjë që u jep hapësira të jashtëzakonshme atyre që do të përfundojnë degët e mësuesisë. 22 programe studimi në ciklin bachelor dhe profesionale 2 vjeçare ofron Universiteti Gjirokastrës për vitin e ri akademik 2026-2027, ku 7 prej tyre i përkasin profilit të mësuesisë.